edhe më prezentohet, thot, unë jam pukovnik Golubović, kolonel Golubović. Tash unë në atë kohë isha në shërbim në trupat mbrojtëse të Kosovës, në shtab përgjithshëm, dhe grada legale e imja në atë kohë ishte major. Edhe japi dorën, thom, major Çekaj. Edhe tash, kolega ulet përësit kafe, kërkoj falje, unë kur në Kosovë nuk jam konë. Thash, po të besoj shumë, për që ata je këtu. Se më pakun Kosovë ishin kujdes për me të ljohë me ardhë këtu. Ka qenë një situatë tjetër që do thot në hotelat e ku qëndrëshim, kem pas ka një shoqërus, ose shoqëruse, thjesht për efekt që ose kine i të lashe shëndetësore tjera, me lypë ndimin e tine. Edhe një pesh shoqëruseve ka qenë kroate. Po e njëjta, një ditë më herët, kështë qenë shoqëruse e një kolonelit të policisë serbe, që në sapin tim, thjesht ai emnin e ka pas Časlav Golubović. Ka qenë pak një moment pak si i sikletshëm për ta, po për mu ka qenë i mirë. Ndo të se ai ka dhënë një kontribut shumë të madh i njëjti, thjesht dhe deri sa momenti kur ka ndru jetë, ai është konsideru si tradhtar serb. Ai vetëm ka qenë profesional, do thot polic, shef i dhomës operative të ati rejoni ku është gjetë kamioni me kufoma shqiptare. Si e kanë hudhë, do thot, kjo ushtria serbe, kamioni me viktima, edhe kanë gjujt me zoll, edhe ujtën e ka qitë për mirë. Se ka qenë zonë titë përgjësis, e ka raportu, gazetarët e kanë marrë vesh, raportet e tinaj, do të thot, kanë qenë, do të thot, se ata kanë fillu me kamuflu si viktima të emigrante pakistaneze tjera, dhe raportet zyrtare, të cilat nuk kanë mujtë mu me msheft, kanë qenë që jonë viktima të qytetarëve shqiptar të ekzekutum Kosovë, të dislokum Serbi, dhe thjesht me tendencë për me i mshef. Edhe njëjtin me detyrë zyrtare kanë thirrë në tribunal. Edhe për mu ka qenë thjesht shumë korrekt. Po momenti i tij i sikletshëm është kthehem ma vonë te Miloševići, po në mëngjes në atë hollin e hotelit, unë me atë shoqëruesen tash që e kishte caktuar me kujdestari me mu, na po flasim në gjuhën kroate ose serbo-kroate. Edhe ky na ndëgjon, edhe mendon që edhe unë jam serb. Edhe vjen, edhe më përshëndet, mirë mëngjesi, po, apo shut, po, edhe më prezentohet, thot, unë jam pukovnik Golubović, kolonel Golubović. Tash unë në atë kohë isha në shërbim në trupat mbrojtëse të Kosovës, në shtab përgjithshëm, dhe grada legale e imja në atë kohë ishte major. Edhe japi dorën, thom, major Çekaj. Edhe tash, kolega ulet përësit kafe, tash unë e pës ku shërben. Edhe tash më tregon ai, thot jam qështu, dhe për qatë rastin aktual si shard. Beso stenogramin e tij e kom përcjell, ka qenë shumë korrekt. I kom përcjell edhe gazetat e kohës, reagimet do të kundër tij, po tash krejt ke normale edhe si bisedë gentlemane, hajde ti thojmë kështu, edhe në moment tash ai më thot mu, më fal kolega, ku shërben ti? Edhe unë tash më thonë tash për ta e bëj bërlog. Po unë qaj është pjesa e mirë, asi thëmë, unë shërben në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë Kosovës, departamenti i personelit, kjo. Edhe moment e në shonë kafen edhe qohet më thot, kërkoj falje, unë kur në Kosovë nuk jam konë. Thash, po të besoj shumë, për që ata je këtu. Se më pakun Kosovë ishin kujdes për me të ljohë me ardhë këtu. Kërkon falje, thot, si o mirë edhe ike edhe bëm pak alarm atje. Kështu që
ka qenë një moment, me thonë drejtën, që unë vërtet e qmoj profesionalizmin e tine edhe ja di për nderë që e ka shpërfaq një dukuri të shëmtum që në luftrat të thjesht nuk ka ndodhur dislokim kufoma e tjera, po ja di për nderë që ka buat thjesht në emër të profesionalizmit, e ka pagu me një çmim tash atje të bukur të shtrejt, po ka qenë një moment, një farforme që krenaria që po zot një, tash jemi këtu, jemi qaj të shefive që ka e plogari, po një kosisht, unë jam në ushtrin e Kosovës, do të shërbej qëty. Edhe ka qenë një moment jashtëzakonisht i mirë.